në Burgas ose siç duhet. Si e parashikoni Gjoni këtë vijimin e këtij debati? Do jetë gjithmonë ky debat, mund të arrijmë ne një gjendje ku të kënaqen të kënaqim gjithë me aq sa mundemi që të ndihen gjithë mirë në këtë shoqëri, apo do të vazhdoj ky debat? Se kjo është një shoqëri që është kjo shqiptarja, po them, është pak më konservatore në përgjithësi se sa shoqëritë e tjera ku ky debat vijon. Ne, mund t'i miratojmë të ligje, po ne vijojmë të kemi probleme në pranimin e këtyre ideve nga shoqëria në përgjithësi. Kjo është një shoqëri që me shumë debate pas shumë kohësh arriti të pranonte që të normalizoj çështja e homoseksualizmit dhe thoshte që është çështja e secilit ajo që bën, dhe sapo pranohet një gjë duket se prap kërkohet edhe një gjë tjetër. Ku është fundi i kësaj? Po, fundi i kësaj nuk është në asnjë vend, po fundi i kësaj faktikisht vjen në moment lufte. Nëse shohim siç thash atë tsunamin që është kjo ideologji, këto ligje, kulmi i kësaj ka qenë në Bashkimin Evropian të paktën edhe në Amerikë në viteve 90, 2000, që ekonomia ka qenë në maksimumin e saj, ekonomia perëndimore ka qenë në maksimumin e saj, kena pas liri, udhtonim, të rinë bënin qef, nuk merrnin asnjë përgjegjësi. Mbi sypet e tyre, dhe gjithçka shkonte e pranojmë, pse mos i pranojmë edhe këta njerëz janë pjesë e shoqërisë tonë, etc. Sot, nëse kthehemi mbas Covidit, kur filloi edhe lufta në Ukrainë, lufta e parë, tash lufta e dytë, lufta e Izraelit, një nga argumente më të mëdha që ka pas Izraeli, nga gjithë këto, se këto grupimet kishin edhe një gjë që ishin pro Hamasit në luftën në Izrael, thoshin nëse ju jeni pro Hamasit, nëse doni ju çojmë ne në Palestinë dhe pastaj keni me pasi kanë me ju trajtu Hamasi për preferencat tuaja seksuale kur ju protestonin në vende që keni lirin totale për disa që s'kan liri. Po nëse kjo është çështje politike. Por ashtu siç po thoja, është situata aktuale e Bashkimit Evropian që kjo temë nuk po diskutohet fare sot. Sidomos edhe në Belgjik, që është një normalitet të dalësh në rrugë dhe të shohësh çifte gay, njerëz që kanë flokë të ndryshme që ti e kupton që ai është non-binary, se kanë këto kodet e këtyre. Kur vjen momenti i luftës edhe ekzistencës edhe ekonomisë të keqe, këto kalojnë në një kategori të dytë, të tretë diskutimi, sepse të gjithë kemi më falni se ngatrojmë shqip. Më falni shumë. E themi anglisht dhe e përkthejmë. Të mbijetojmë. Pra, nuk kemi këto preferencat. Edhe kur shohim që këto ditë, për shembull, do të them në Belgjik, anulojnë fluturime se ka shumë drone që thonë mund të jenë spionazh rus. Ka probleme ekonomike të mëdha, ka probleme që ka 280.000 veta do kthehen prapë në punë edhe nuk po e gjejnë veten, sistemi nuk ka ku t'i çojë me punë. Nuk mund çiftet e reja të blejnë shtëpia. Pra, gjithë kjo harohet, sepse gjithë kjo krijohet vetëm kur je mirë nga ana ekonomike. Kur je mirë, kur e ke arritur me ato që mendon ti mirë, diskuton për diçka më shumë. Po kur të mbyllet ajo vrima oksigjeni, e haron. Pra, unë besoj që për sa kohë do jemi në luftë, edhe me sa diskutohet këtu në Bruksel në nivel evropian, që Kina po forcohet, Rusia mund të fitojë luftën, edhe të kemi ndikime politike nga anët e tjera, nëse mund të themi më konservatore, besoj që edhe këto lloj ligjesh, këto lloj mendimesh do azhjesohen. E qartë, pra në çështjet po thua që janë çështje pak më lukse, pak kurje më janë çështje lukse, sepse për shembull në Shqipëri, nëse ke familje që fëmijët i kanë emigrim, vetë nuk kanë rrugë, nuk kanë ujë, nuk kanë dritë, nuk mund pensionistët blejnë ilaçe, besoj që kanë mendimin e parë a kalon ligji për LGBT ose jo në parlamentin e Shqipërisë. Kur ulesh me pensionista në diskutim, nuk flasin për problemet e tyre shëndetësore, mjekësore, që nuk ka spitale të mira, nuk ka infrastrukturë të mirë.
asnjë nuk flet për këto lloj diskutimesh edhe temash.